mua mi dërguan 5 kërkesat. Në fakt, 1 kërkesë shtu. Nuk ka 5. Dorëheqje e panegociueshme e kryeministrit dhe qeverisë. Nëse nuk bëhet kjo, 4 kërkesat e tjera bien. Nëse bëhet ajo, realizohet të tjerët. Ben dhe kërkesat e tjera. Pra, çdo kërkesë nis me dorëheqjen e qeverisë. Pyetja ime është, e keni diskutuar në njërë, zotë ministër, këtë gjë? Të dorëheqjet qeveria? Diskutuam në 11 maj. Jo kur fituat ore? Jo kur fituam ne, kur vendosi populli, se nuk është çështje. Vendosi populli. Po, aty u diskutua. Ore, kush do ta qeverisë Shqipërinë? Po populli vendosë shumë mirë, pastaj pastaj qeverit në njërë marrin vendime. Ju e keni menduar në njërë të gjë? Detyra kushtetuese e kryeministrit është të qeverisi. Pra, të dëgjoj njerëzit, dhe po them, ka 2 muaj që është në një tur në Shqipëri duke dëgjuar njerëzit, ishte 2 orë me banorët e Zvërnecit, u bëri thirrje të gjithë pjesës së protestuesve të cilët janë aty për çështje konkrete, dhe i tha, ejani që të ulemi të flasim, dhe në momentin që kuptoj që të gjithë ishin nën magjepsjen e algoritmit dhe të lajkeve, atëre detyra e kryeministrit është vazhdoj të qeverisi, sepse qeveris për gjithë Shqipërinë. Qeveris për ata që janë në shesh, qeveris dhe për ata që nuk janë në shesh. Kështu që detyra kushtetuese e qytetarëve është që çdo ditë të kërkojnë të thonë, unë nuk e dua këtë kryeministër, ose unë dua një qeverisi më të mirë, ose unë dua që ky kryeministër të bëjë 1, 2, 3, 4. Pra kjo është detyra e qytetarit. Ama në fund fare detyra e shtetit ligjor është që këto. Pra pyetja sime ju përgjigjit pak gjatë, por nuk keni menduar ndonjëherë për dorëheqjen sepse keni marrë mandatin e datës 11 maj dhe atë do të avioni. Ose keni diskutim fare. Marrim të diskutojmë se s'është pjesë e lojës. Abileka dhe pastaj Hoxha. Po. Problemi është që u thanë shumë gjëra dhe nuk e di më çfarë të flasim më shumë, po mendoj që të kthehemi te protesta mos flasim për gjithësi. Dhe mesazhet e protestës, mendoj kështu që mesazhet e protestës lexohen që këta janë njerëz të përjashtuar nga sistemi. Jo vetëm nga kjo qeverisi. Pra, pse besojnë ata që Rama dhe Berisha janë bashkë dhe duhet funden 2 në burg? Sepse ata besojnë, kanë vënë re, sipas tyre, që ky sistem është ndërtuar me kontributin e të dyve, jo me kontributin vetëm të Ramës, as vetëm të Berishës. Dhe Berisha pavarësisht se është në opozitë sot, është kontributor në ndërtimin e këtij sistemi. Pavarësisht se është në opozitë sot, është njeriu që ka heshtur përpara atyre oligarkëve që janë sot identifikuesit e këtij sistemi. Para atyre biznesmenëve të cilët e kanë marrë bregdetin shqiptar në përduar dhe trajtojnë si pronë private. Që kanë marrë pronën publike dhe trajtojnë si pronë private. Dhe ky është problemi i dallimi i protestës dhe dallimi me të dyja partitë. Nuk ka lidhje aty u fut Alin Qori, i shtyu apo u fut Agronsheri. Protesta është sot një bilans i 35 viteve. Dhe këta thonë që në këtë bilans 36 vjeçar që kanë në rrjeta, 35 po themi. Dhe asnjëra forcë as majtas, as djathtas duan ta lexojnë. Ta dy njerëz personifikojnë ndërtimin e sistemit gabuar që ka përjashtuar shqiptar, që ka çuar jashtë, që ka varfëruar, që vërtet rritja ekonomike mund të jetë aq, por kur varfëria është në kufirin e varfërisë jeton 42% e shqiptarëve, tregon që shpërndarja ekonomike është e padrejtë. Shpërndarja e pasurisë. Qartë. Dhe kjo padrejtësi ka çuar atje. Që nuk blen do shtëpi, që nuk marrin dot shtëpi me qira, që punë e tyre mezi mjaftojnë për të mbajtur bukën e shtëpinë me bukë. Dhe ata janë të gjithë profesionistë të lirë dhe të pavarur. Nuk punojnë as në shtet, dhe punojnë në përpunë shumë mirë private. Dhe ky mesazh duhet lexuar. Dhe të thuash pastaj kur ke moshën 20-35 vjeç në rrugë kundër teje, të mendosh që pa votën nuk mund të iki, është naivitet mbi të gjitha. Si mund të iki një kryeministër në këtë, këta janë ata i do votojnë dhe do vendosin fatin e zgjedhjeve në 5 zgjedhje të ardhshme të paktën. Në 20 zgjedhje të ardhshme do vendosin kjo moshë, ky brez. Në qoftë se ti ke këtë brez kundër, ti nuk ke shans të mbjetosh politikisht. Mund mbjetosh me metoda si ato që akuzojmë ne ririndjen. Për zgjedhjet. Me ato mund mbjetohet, duke përdorur krimin organizuar, duke bler votat, duke intimiduar votuesit, por nuk mund mbjetosh në qoftë se ke njerëz të lirë kundra në këtë brez. Kështu që mesazhi është i qartë. Sa më shpejt iki, aq më pak do të jetë kostoja për Partinë Socialiste. Dhe sigurisht Partia Demokratike që humbi trenin
Jo vetëm trenin e protestës, po trenin e protestës paktën sepse doli kundër në fillim, për arsyet për interesat e veta, nuk mund ta marr tani që treni ka marrë shpejtësi të madhe, nuk mund ta kap më. Se e shtyp treni. Do dal nga 3 herë Berisha aty. Shtyp treni. Ai tren tani ka marrë para të gjithë. Dhe asnjëri nga dy forcat kryesore politike nuk do ta lexojë këtë mesazh. Ata janë 35 vjet kundër një sistemi të ndërtuar nga juve, nga të dyja palët. Borxha? Tani, e vërteta është që oligarkët sot janë pjesë e qeverisjes dhe më thoni një oligark i cili është i lidhur me opozitën. Dhe këtë unë nuk mund ta pranoj sepse edhe për shkak të qenies time gjyqtar, Mos merr përsipër gjëra që si ke bërë ti. Jo, po them unë sot. Po nuk i ke bërë ti. Edhe di Jo, edhe nuk i kam sot. bërë unë. Po me që nuk i ke bërë dhe di edhe sot. Se i merr përsipër. Dhe jo Jo, mua. unë them se sot nuk ke oligark Doshta- i cili është i lidhur me opozitën. Doshta mund ta shikosh të gjë. Nuk merr përsipër gjëra. Mos merr përsipër gjëra që nuk i ke bërë. Ja, Hoxha. Se unë i di... Ja, një minutë. Po dhe unë i di se tani unë kam... Këtu jam. Zotit Abilekaj. Po tani, Zotit Abilekaj... Edhe Abilekaj, dhe Hoxha, dhe unë, dhe Zotria, gjinishi këtu kemi kënë dhe i dim. Po na the tani që ne nuk i dim dhe i di ti, do të shtypaj treni që thot ky kot, se do t'i dash dhe ti trenit kot. Po unë dhe flasë për pjesën time dhe për atë që di unë. Tani ti më the mua që... Më the mua një gjë shumë të çuditshme, cilën unë tani jam sot nuk do më zërgjumi të rënatën, do habitem, do mbetem i habitur kur the që doktori i përket kësaj pjesës Shqipërisë së re. Tani, këtë do me thënë. Në mënyrë... Hajde deri te ty fillova ta pranoj. Kur më the këtë, Në mënyrë metaforike ka. si metafor pranoj të të E konsideroni për shkak të moshës, por për shkak të qëndrimeve, A ishte i ri gjithë jetën, dakord? Dakord. Hoxha? Ata të cilët sot ngresin. Hoxha, okej. Okej, më. Ore që kemi djuar në këtë botë. Edhe një fjali dhe më bërtit sa dush për do të them. Sa të mbaroj zoti Gjoni. Thuaj fjalin. Se përpres radhën për riurtu. Doktori e mori kthesën 3 ditë pasi pa të filluar protesta. Ditët e para i doli kundër dhe ja dhan lulet ballit. Ata, po. Ta themi këtë pjesë. Po mirë mos se erdhi lajmi nga Amerika, mo. Po mirë rregull. Erdhi pra, lajmi mos që do të ishte hequr. Korrekt. Smangim hapa. Hoxha. 1 minutë dhe mblidhi të gjitha bashkë se mbrapa. Jo, s'keme, pastaj. Ajo- dy pyetje në funde, Ylli. se nuk do flem këtu. Po presin të tjerë. Gjoni, do më përmendi rastin e oligarkëve, tha cilët janë oligarkët ta. Në fakt, në këtë vend, oligarkët, megjithëse unë jam me parim që oligarkë s'ka këtu, po qeverit ndryshojnë, oligarkët janë të pandryshueshëm. Pra ata nuk kanë ngjyrë, nuk kanë as bindje. Prandaj janë aty të palëvizshëm. Po të filloj ti numëroj, të njëjtët janë, nuk dinë një që është ndryshuar. Ska asnjë të ri. Se dhe sikur duash të janë shkruajnë të edhe njëjtët. sikur të duash të uresh Edi Ramën, këta nuk të lënë, thos. Më shkruan njeritën. Nuk të lënë të uresh Edi Ramën. Me këtë që thonë, kanë 35 vjetë në pushtet. Thonë, se 35 vjetë në pushtet ju e të kjo.